Për kreatinën ç'a menimi ke? Kreatina po. E lejueshme për dikë profesionist që ka mbi 5 deri në 6 vjet stërvitje profesionale. E kuptoj. Vjen një moment, nëse ti do të garosh dhe ti do të fitosh, tash nuk ja them nuk dopingu në askujt. Se nuk e quaj fitore. Po. Ndoshta e quaj dominim, po jo fitore të pastër. Po. Sepse në fundit vendi i dytë jep dorën vendit parë. Po. E kupton? Kurse kreatina për mua, për njerëz që prekin pedanën ndër vite, unë shumë vite e kam prek pedanën pa kreatinë, pa asnjë gjë tjetër. Erdhi një moment për të fituar jashtë dhe shumë sporte që bëj unë, e pas të nevojshme të merrja 3-4 gram kreatinë 3-4 muaj në vit. Kjo është e gjitha, po jo për njerëz që nuk janë profesionistë në fushën e tyre dhe nuk kanë ndeshje përpara tyre. Praktikisht për profesionista që janë aktiv ke sporti me vite, 3 deri në 4 gram. Dhe kjo në një kohë të përcaktuar, do me thënë 1/3 e vitit. Po, jo gjithë kohës, me thënë, zakonisht. 1/3, pak të nuk shuaj, gjykoj, kështu kam vepruar, unë kam vitin e fundit kam marrë, për të përballuar ndeshjet dhe për përfituar, sepse unë po ndeshe me njerëz që janë Po. e kupton? Po. Dhe unë mora këtë.